Mirëmbrëma të nderuar shikues. Aleanca për shqiptarët po ngjan të ketë qenë partia më e shtrirë në nivel vendi. Javën që lan pas, u konfirmua edhe zyrtarisht që pjesa e tretë e Aleancës për shqiptarët është ndarë në dy pjesë. Kush e nisi i pari dhe a do të ketë kthim pas kësaj situate që vetë është krijuar. Sot ne do të flasim për Aleancën për shqiptarët, për procesin si ka filluar ndarja dhe a do të ketë kthim pas kësaj me kryetarin e Aleancës për shqiptarët, zotin Arben Taravari. Mirëmbrëma zoti Taravari, mirë se erdhët. Mirëmbrëma, mirë se u gjeta, faleminderit për ftesë. Zoti Taravari, e dëgjuat edhe në hyrje që ju në fakt jeni për tani kryetari i Aleancës për shqiptarët, për shkak se edhe vullat e partisë qëndrojnë tek ju. Mirë, po megjithatë, kur po flasim për situatën sot të Aleancës për shqiptarët, e ndarë në shumë pjesë. Ju jeni sinonim i ndarjes së parë që ka ndodhur në Aleancën për shqiptarët. Si qëndron puna sot, pas gjithë kësaj periudhe dhe pas gjithë këtyre ngjarjeve, a jeni penduar për veprimin që keni marrë në momentin që e keni ndarë Aleancën për shqiptarët në dy pjesë? Gjenur, më lejoni në fillim të tregoj se Aleanca për shqiptarët ka një. S'ka më shumë. Ju mund të thoni çdo kush mund tiret në emër të Aleancës, por Aleanca për shqiptarët ka një, e cila ka 3 deputet, ka 2 kryetar komunësh dhe tashmë ka 44 këshilltar. Dhe organizim partijak, se këtu shifet një parti politike. Kam thënë prej fillimi se çdo kush mund të thote se tiret kështu ose ashtu, po s'kan lidhje me Aleancë për shqiptarët. Ju e dini se një pjesë që të funksionarëve, jo tjerë, të funksionarëve të Aleancës dhe të disa hallegjive që pritin vendime për të marrë, mbetën në qeveri në vitin 2025, 15 maj kur Aleanca doli prej qeverie, dhe tash me sa e di unë gjithë këto janë në vlen, apo? Po, janë në vlen, mirë po janë të ndarë në dy pjesë. Jo, pavarësisht, a janë në vlen gjithë? Po, janë në vlen. Do me thëmë, këto janë vlen. Nuk ka lidhje me Aleancë për shqiptarët. Mirë po publiku kështu e lexon. Zoti Taravari u nda nga zoti Sela, zoti Fetaj u nda nga zoti Taravari dhe tani zoti Aliu po nda nga zoti Fetaj. Pra kemi një ndarje të tre fish. Taravari nuk është ndajt prej askujt. 2024 Aleanca për shqiptarët ka pas një kaos, ta sjell ndryshimin të shqiptarët. Dhe unë kam qenë atëherë kryetari i partisë Aleanca për shqiptarët, apo? Po. Dhe unë habitem me disa njerëz kur thonë e përçau. Si mund ta përçaj kryetari partin? Po edhe atëherë ndodhi që një pjesë e funksionarëve deshin që të mbesin në qeveri, 2024 në flas. Dhe këto epshe për pushtet nuk mund t'i ndale asnjëri. Kanë ekzistuar dhe ekzistojnë, dhe fatkeqësisht jo vetëm te Aleanca për shqiptarët. Kjo që ndodhen brenda vlenit, shifni vlen, nuk i përfshi grupacionit, se janë 8 parti aty, ose 9. Është Besa, është Fatmir Limani, është Arben Fetaj, është Azir Aliu, është Besa, është LD-ja, është një grup i LD-s, është Lëvizja Arbëria. Kretë këto janë vlen. Tash atë coptohen, a bëhen veç fatkeqësisht e shohim çdo ditë se këto brenda vetes coptohen. Jo që marrin diçka prej asaj që është Aleancë për shqiptarët. As që diskutohet. Mirë, po këtë e bëjnë zoti Taravari në emër të një hapësire për t'i dhënë për të shkrirë gjitha partitë në vlen, pra shkarkimi strukturave kështu. Mua fatkeqësisht mua vleni më duket më një moçal politik realisht. Është e gërditshme kur e shef brenda çfarë ndodh. Gjithë ato përplasje njëri me tjetrin. Jo se s'kemi lidhje ne aty, as pak. As që na intereson. Diskutojmë saktësisht. A do jetë Azir Aliu, a do jetë Arben Fetau, a do jetë Fatmir Limani, a do jetë Bilal Kasami, a do jetë... Ne vetëm e themi publikisht, urojmë, sa më shpejt këto të bëhen një, se kemi bë gazi botës. Me këtë sjellje, me këtë luftë brendshme që e bëjnë, si gjela, si pula brenda. Kjo është vërtet e gërditshme që të gërditesh thuaj se merrem me politikë.
thjesht e neveritshme. Zoti Limani i quajti po me të njëjtin fjalor sot me një reagim të tij, i quajti po ashtu liderët e Vlenit me të njëjtën shprehje që i quajti si xhela, po. Unë kam quajtur si pula prej majit të vitit 2025. Kam thënë se rinë qeveri të janë si pula në atë qeveri. Po ne do të diskutojmë për koalicionin Vlen veçmas edhe për përfaqësimin shqiptar në këtë përbërje qeveritare, megjithatë ngelimi tek aleanca për shqiptarët. Zoti Tarhavari, ju i keni ndjekur zhvillimet e javës që lan pas dhe pa që në grupacionin që ka dalë nga ASH-ja juaj, pra grupacioni Zotit Fetaj, tashmë është ndarë në dy pjesë. Në iftarin e organizuar mbrëm, pjesëmarrës në këtë takim, pra në grupacionin tashmë të Zotit Aliu, kanë qenë edhe figura që janë parë dhe në mbledhjen e fundit të partisë tuaj. Bie fjala për Zotin Flakron Bexheti, po. Një figurë, shifni, çdo parti ka njerëz që e shohin veten në qeverisje. Ne si parti kemi vendosur që të jemi opozit dhe jemi duke u riformatuar. Vetëm një individ ka pas. Në takim mbrëm, sa që më tregojshin, mbi 70-80% të njerëzve asnjëherë nuk kanë qenë antar të Aleancës për Shqiptarët. Asnjëherë s'kanë qenë antar thjesht. Flas për 10 vitet e kaluara, jo tash. Sepse Zoti Aliu po bën thirrje për ribashkim të strukturave të Aleancës për Shqiptarët. Kjo që ndodh në Vlen, që se nuk duhet mire me emra individësh, është më punë shteti. Jo pushteti. Punë shteti. Në qoftë se hyni në CV-n e disa njerëzve që i përmendni, e shihni CV-n familjare, backgroundin, lidhjet e ndryshme që i kanë me pushtetet e caktuara, do ta shihni se thjesht është një riformatim i skenës politike shqiptare, fatkeqësisht këtë them, se edhe në fushate kemi thënë se tendencat e VMRO-DPMNE-s kanë qenë që ta asimilojnë politikbërjen shqiptare, dhe tash kjo që ndodh në Vlen, po e shohim se shteti dhe pushteti është duke u munduar brenda t'i radhite ashtu si u konvenon, dhe kjo as pak s'ka të bën me Aleancën për Shqiptarët. Sepse pikërisht këtë që thatë se ju s'dua ta individualizoj. aktualisht. As Azir Aliu, as Arben Fetau s'kanë qenë antar të kryesisë së Aleancës për Shqiptarët. Ilir Demiri asnjëherë s'ka qenë antar i... Zoti Fetaj ka qenë kryetar kuvendi. Kryetar kuvendi, po, antar i kryesisë s'ka qenë Azir Aliu asnjëherë. Ilir Demiri asnjëherë. Më thonë, ka individ aty plot që asnjëherë s'kanë qenë. Ne është e vërtet që e kemi afruar Ilir Demirin 2021 të kandidon për Tetovën, por vllau i Ilir Demirit po. Po Ilir Demiri s'ka qenë asnjëherë, çdo respekt për çdo njërin prej ato, prej atyre që kanë qenë aty. Unë ju uroj sukses, të bashkohen sa më shpejt, bëhen një parti si Vlen, se unë vërtet mund t'i kuptoj. Thash, duket e çuditshme, del njëri thot ne jemi për bashkim. Del tjetri thot ne jemi për të bashkuar me një parti, nga ana tjetër për çajin. Domethënë unë ju uroj vetëm suksese, edhe shumë shëndet, edhe inshallah bëhen një parti se u bëm gazi botës, u bëm tamam të na krahasojnë me popujt ma primitiv, të cilët për një copë pushteti bën copa mes vetë. Thirrje të tilla të ngjashme ka pasur gjatë kohë dhe nga Zoti Ahmeti, Zoti Tarhavari. Zoti Ahmeti ka bërë thirrje të vazhdueshme që opozita të bashkohet, por kur ndodhi vërtet bashkimi i opozitës, BDI kaloi në opozitë pastaj. Po pra, 2024 arritëm që... Sepse edhe ju tani po bëni thirrje të ngjashme dhe nëse ndodh vërtet bashkimi, mos po evulosin qëndrimin më afatgjatë në opozitë. Pavarësisht, ne do të veprojmë në opozitë, këtë sem shefin, se themi askundi se ne tentojmë, se ka parti që rinë para derës qeverisë, që presin rend për ty. Ne e themi se... Kush janë këto parti që rrinë pas derës? Po, ka, s'du të përmendi individ, se pasni do miren 3 Jo, me që janë parti, mos përmendim individ, po parti. Po grupacione politike, mos mund të thush as parti më, që presin të dera e qeverisë për ty në qeveri, po kjo që ndot ne premtuam në vitin 2024, qytetarve të shqiptarve në Maqedoni, po u asjellim ndryshimin. A vedin, në qoftë se është ky ndryshimi që e kemi premtuar për këto 20 muaj qeverisje të Vlenit, atëherë unë publikisht dua t'u kërkoj falje të gjithë shqiptarve, sepse i zhgënjyem. Nuk ishte ndryshim, po thjesht është një zhgënjim i madh, domethënë një diskreditim dhe një degradim i komplet statusit të shqiptarëve në Maqedoni.
Zotit Aravari, mes tjerash, po mbesim të Alianca për Shqiptarët pasaj për diskutuar më vonë edhe për koalicionin Vlen edhe për situatën aktuale politike në vend. Megjithatë, prej momentit që dolet në emër të zhgënjimit këtë që pohuat edhe tani nga pushteti qendror, duket që Alianca për Shqiptarët të udhëhequr nga ju ka filluar të kurret me dërheqje të figurave që kanë qenë antar të kryesisë së partisë. Fjala është edhe për sekretarin organizativ, edhe për sekretarin gjeneral. Ish sekretarin organizativ dhe ish sekretarin gjeneral. Çfarë ndodhi me asgjë e veçantë? Dorëheqje. Vleranti vendosi ashtu spaku na ka thënë neve që një kohë miret me shkencë, ti rikthehet studimeve të doktoraturës ti përfundon. Me Gaddafin kishim një marrëveshje dhe ishte në kuvendin e partisë, kërkoi një periudhë të pauzon, të ndale aktivitetin, që u përshëndet prej gjithë kuvendit, mendoj ishte akti burror, si rrallë dikush që e bën, dhe e kemi që Flakroni që mbrëm kishte shku një individ që ka shku, po mos harrojmë. Nuk keni qenë paraprakisht njoftuar për largimin e Flakronit? Po, kam qenë informu, bile e kam inkuraju. Thjesht e kam inkuraju, se mirë është në qoftë se mendon se duhet pa tjetër të ketë një pozicion, ose duhet ashtu e mendon ai, se mendon se duhet veproje politikisht, e kam inkuraju që s'ka asnjë farë problemi, ku ta shofish veten edhe çdo kujt. Ne nuk mundemi me zor asnjërin ta mbajmë, as ta përzejmë, thjesht e kam menduar ashtu, po them, plot njerëz ka që kanë ardhur, unë e promovova për shembull një mjeke po. Një mjeke jo, një kryetar dege në Dibër, që ka qenë aktivisti jon i Kahmoç, edhe tash e merr degën e Dibrës. Kemi prurje në Kumanov, në Likov, në Struk, në Shkup. Do më thënë nuk janë masovikisht tem, po nuk janë edhe periudhë zgjedhjeve. Ka një periudhë që mbas zgjedhjeve çdo herë 6 muaj deri 1 vjet është një periudhë stagnimi, por ne aktivisht jemi duke punuar në terren, kështu që nuk ka plot aleanca, ka një pjesë e drejtorave të aleancës që kanë mbet me Vlenin, Vlen janë ato. Përbes, Zotit Aravari na bëni konfuz edhe neve mediumet, për shkak se secili që vjen. Të lodheni. Secili që vjen e thot këtë të njëjtën. Zoti Sela këtu ka thënë që ne jemi aleanca e vërtet, neve na kanë vjedh zyrat e kështu. Zoti Fetaj thot po gjajshëm. Edhe ka drejt thote, sepse ka qenë ish kryetari i partisë, e ka udhëheq partinë një kohë, edhe ndarja mes aleancave ajo ka qenë. Edhe aty mund të ketë një kontest. Këto janë funksionarë, them shoqat aksionare që janë në Vlen. Asgjë më shumë. Nuk mund të ketë plot aleanca. Ka që nëse thoni fraksione, mund thoni Zotri Sela edhe fraksioni Taravetit. Këto tjerit janë pjesë e Vlenit, as që dallojnë njëri prej tjetrit. Janë njerëz që ju duhet punësim, ju duhet një pozicion, ju duhet një avancim, edhe njerëzit janë hallegji, janë në zor, edhe e shohim për momentin. Por janë të njëjtët që dikur i keni promovuar si figurat më të duhura që mund të shërbej. Pa diskutim. Dëgjoni, unë sem shefi atë publikisht e kam thënë se disa prej atyre ju kam besuar shumë. S'ka diskutim këtu. Po se kam ditë se një njeri për një post, për një pozicion mund të shese një shoqni. Për mu, shoqëria është e shenjtë. Në qoftë se një pozicion më, nuk them dhuron, se nuk e kam dhuruar, thjesht partia ka hyrë në pushtet dhe e ka nda një pozicion një njeriu. Unë mendoj se për vete them, dhe isha ta në jetën falimderues që ma kanë mundësu ta kem atë pozicion. Se ka edhe njerëz hallegji disa që duhet të marrin vendime, unë i di edhe plot ashtu që komunikoj, plot që janë pjesë, thiren në pjesë të aleancës në Vlen që janë. Thjesht, unë ju them, në qoftë se duan të rikthehen edhe i ftoj të gjithë antarët e vërtet sinqert të Aleancës për Shqiptarët që nuk presin më një interes të Vlenit, le të kthehen te shtëpia, dyert i kanë të hapura, pse Aleanca për Shqiptarët është një, s'ka tjetër. Dakor. Regjia, nëse mundet tani materialin numër 1. Por i lindin për ditë, apo? Dhe kjo nuk kupton që ne po funksionojmë në vështirësi. Ju bashkë me këtë duhet thoni që unë përfaqësoj një subjekt politik që janë grabitur zyret. Nga hajdut klasik. Unë përfaqësoj një subjekt politik që është grabitur djersi dhe mundi. Dhe edhe financimin si subjekt politik.
që ta konë si rezultat i punës që këtë bëhë dhe me ligjin për financim partive politike t'i paguar në bazë të funksioneve. Tani, Zoti Taravari e dëgjuam Zoti Selën dhe nga deklaratat e vazhdueshme tashmë dhe përkundër faktit që është teme konsumuar, sërish është riaktualizuar me këtë fraksionin më të fundit që ka ndodhur për brenda grupacionit të Zotit Fetaj. Duket që nga ajo që është prononcuar Zoti Sela dhe ju shpesh herë, duket të ribashkimi me Zotin Sela është një mision i pamundur, por megjithatë, sa është i nevojshëm një ribashkim i tillë për të ardhmen e Aleancës për shqiptarët? Ribashkimi i Aleancës për shqiptarët ndodh përditshmërisht. Plot aktivista them që një kohë janë larguar ose kanë mbet me Zotrin Selën ose që kanë qenë në qeveri dhe tash e shohin se ka qenë zhgënjim, nuk u plotësohen premtimet që ju janë dhënë. Jemi duke i kthyer në partinë am. Kështu që unë nuk shoh që ka ndonjë fraksion tjetër. Zotri Sela them, atëherë ishte në pushtet, mbajti një pjesë të aktivistëve, po dal nga dal e shohim si është puna në terren. Plus këto zgjedhje lokale tregon edhe kush ku jemi. Aleanca për shqiptarët i mori 2 komuna, respektivisht i mbajti bastionet që i kishte. Madje nuk i fitoj këto komuna me 1000 vota, diferencë me 300 vota. Te njëra fitoj më shumë se 2-1, te tjetra fitoj gati se 2-1. Domethënë te njëra ishte diferenca 8.000 vota, 7.900 vota, ma shumë se sa kundër kandidati, diferenca. Edhe te tjetra gati se 3.100 vota mori kundër kandidati në vrapçisht, 2.500 vota është diferenca. Kjo është shkelje, jo fitore. Po, megjithatë, Zoti Taravari ju nuk shkuat vetëm për 2 komuna. Pretendimet dhe ambicet tuaja të ishin për numër më të lartë të komunave. Definitivisht po, ne priqim spaku gjitha anketat në Saraj na tregojshin se jemi në epërsi absolute. Po ja që zgjedhjet dolën kështu, edhe s'ka këtu s'ke çfarë debaton, edhe në të ardhës priqim rezultat shumë më të mirë. Nazim Tajipi dilte në anketa shumë mirë. Por ja që rrethanat ishin kështu, po unë jam shumë i lumtur që kishim 41 këshilltar dhe tash kemi 44 këshilltar. Domethënë para 2025-ën jemi ndër partitë e ralla që e ka ruajt numrin e komunave dhe i ka rrit numrin e këshilltarëve. Kështu që perspektiv Aleanca për shqiptarët absolutisht ka, duhet shumë durim, duhet shumë punë dhe besoj se është strukturë e vetme mund të them mbas BDI-s, e cila nuk ka qytet apo fshat ku nuk ka grup të organizuar të njerëzve. Unë ju pyes shumë pak për shembull merreni me temën çdo ditë nga LD-ja ikim plot njerëz. Po, prej tetove, prej studeni. Jo, nuk është bërë një emision. Tiret, për shembull, a e dini kush është nënkryetari i LD-s? Ja, një pyetje juve si gazetar. A dini kush është? Jo, sepse nuk kanë organe partijake. LD, Lëvizja Demokratike, edhe në faqen zyrtare kur kemi tentuar të marrim informacione, do thotë në faqen zyrtare nuk ka asgjë të publikuar. A janë parti? A kam pas mbledhjet kryesis, a keni incizuar ndonjëherë mbledhjet kryesis LD-s? Ose mbledhjet kuvendit? Jo, asnjëherë, po këtë e arsyetoj me pretekstin. Jo, është shumë e qartë, po ata sipas tyre sepse i kemi pyetur edhe për këtë çështje. Emision të veçantë nuk kemi mbajtur, por i kemi pyetur me sjerash mysafir që kanë qenë edhe kreu i kësaj partie. Sipas tyre, do thotë qëllimi është që të jepet hapësirë më shumë Vlenit. Të njëjtën e thotë edhe Zoti Fetaj, sepse Zoti Fetaj mbajti një mbledhje për të shkarkuar organet partijake pa pasur në fakt. E çfarë është se unë s'mund ta kuptoj, çfarë është dallimi tash Aziri me Arbenin? Unë si kuptoj se të dy janë për shkrirje në Vlen. Ju i njihni më mirë të dytë, Zoti Taravari, ju duhet na thoni dallimin. Se kam qartë se edhe njëri thotë shkrihemi në Vlen, domethënë s'ka aleancë aty, të shkrihen në Vlen, edhe tjetri thotë shkrihemi në Vlen. Unë se kuptoj tash kush janë pas që i ndan këto njerëz, se ishin bashk. Apo ishin bashk se njëri u bë ministër, tjetri mbeti ministër. Dhe dolën prej tene në maj, fund të majit të vitit të kaluar. Unë tash nuk shoh dallim te këto, të dy konstatojnë se do shkrihen Vlen. Domethënë s'ka aleancë tjetër. Këto janë pjesë e Vlenit, apo?
Po, janë pjesë e vlenit, mirë po, Super. këtu me gjaz duke dallim në mënyrën se si e shohin shkrirjen e vlen, sepse Zoti Fetaj ka deklaruar nga këtu që synon që shkrirja e vlenit të bëhet me modelin me rotacion. Pra, Aziri si synon? akoma nuk kemi ndonjë qendrim zyrtar për Zotit Aliu. Unë me sa e shoh nuk dallojmë gjë, është punë tem, është si shoqata aksionare, është luftë për betejë e tyre politike, se kush dhe marrë më shumë pozicione, edhe pse ato të kem një përqindje, se mua më thoshin përqindje kërkon për pozicionet e Aleancës për shqiptarët, Arbeni është fajtor që zbashkohet Aleanca. Kaluan 10 muaj dhe ende vleni nuk është bashkuar. Edhe pse konsideroheshin se Arben Taravari është arsyeja kryesore pse nuk bashkohet, ja unë ju uroj dhe dëshiroj sinqerisht sa më shpejt që të bashkohen dhe të ndalet ky cirk politik. A jepni ju kontribut, Zoti Taravari, në rast të synimit për ribashkim të pjesëve të shkëputura të Aleancës për shqiptarët? Abedin, Të riktheheni aty ku keni qenë. Cilëve pjesë, unë vazhdimisht kam thënë, jemi të hapur për çdo njërin që don të bashkangitet në Aleancën për shqiptarët absolutisht. Aty jam bile me zemërgjërsinë më të madhe, për çdo tip dhe lloj kompromisi, që të kthehen në shtëpinë e vetes, se janë vend të huaj. Se din si është, tash nëse i shifni këtë Azirin edhe Arbenin, i ndan, Arbeni është krau i Izetit, Aziri është krau i Adnanit. Këto ndajem, kush do japet si krima që të kenë një farë pozicioni në vlen, se këto janë vlen, nuk kanë lidhje me Aleancë, ama absolutisht. A me pjesën tjetër të Aleancës që janë në opozit, ose këto, nesër le dalim prej qeverisë, unë me njerë jam i gatshëm të negocioj dhe të bisedoj për çdo gjë. Të organizojmë kongres për bashkët, dalim teren të bëjmë antarësimin edhe zgjidhen kryetar degve 3, organizim kuvende 3. Vetëm ne dalin në opozit. Edhe unë me njerë pranoj prej atyre çfarë të duan ato, s'ka asnjë farë problemi. Po problemi tyre nuk është as pak Aleancë, sy intereson, se a din si, neve që e kemi kriju Aleancë, e kemi zhvillu, jemi mundu me mishe shpirt që të bëhet një parti e fuqishme, e bashkëndjejmë me dhimbje çdo një ikje. Këtyre, unë mund të them, avanturistëve as pak nuk ju intereson. As pak ato e bëjmë për pazaret voglat vetat. Kush dhe emrohet? Për shembull Aleanca se për me. Zavens drejtori i doganave është emruar një Mustafa Kadriu. Mustafa Dauti. Po. Kur s'ka qenë në Aleancë, as antar, as në zyrë s'ka shkel, unë e kom taku pa 2024 kur tonë të bëhet kryetari Bashkisë Fetare Islame, kërkon të tyje për të bën ndryshime në BFI, njëre kom taku. Për shembull, drejtoresh e inspektoratit për komunikacion, është një zonjë, çdo respekt. Kur s'ka qenë, unë se njoh si figurë, ka disa drejtora që asnjëherë s'kan qenë që thirren brenda vlenit si pjesë e Aleancës. Kur ama asnjëherë. Po sepse Zoti Fetaj e tha me mburrit që ka ruajtur gjitha pozicionet që ka pas ASH-ja Zoti Taravari, sepse qëllimi ishte pse akoma nuk kanë zëvendës ministër të mbrojtjes. Prandaj të them, kush e ka marrë zëvendës ministrin e mbrojtjes tash? Zoti Fetaj ka propozuar një emër në kuvend sepse akoma ky resor është i zbrazur dhe ideja ishte që a ka arritur Zoti Fetaj të ruajë ato pozicione që ka pasur Aleanca për shqiptarët në kuadër të koalicionit vlen. Dhe Zoti Fetaj thot me mburret që po, gjitha pozicionet janë të Aleancës. Unë i përmenda dy emra, që s'më kujtohen, ka edhe plot, që kurëm, ama jo s'kan qenë në organet partijake, as antar, as në zyrë, as një tubim s'kan qenë. Po jo se s'kan qenë Aleancë, kur s'kan qenë vlen. Vlen s'kan qenë. As në fushat, as njerë s'kan qenë. Unë se dia kanë qenë votu se ajo është më sekret. Që është më po personale. Megjithatë, Zoti Taravari, ju lat hapësirë që në rast se ndodhin ndryshime, pra jeni të hapur për të bashkëpunuar dhe për të negociuar, madje përmendet edhe shprehjen kompromis. Cili është tani për tani vizioni Aleancës për shqiptarët që po theshni ju, sepse keni një kryesi ta quajmë teknike deri në kongresin e partisë ku e keni emëruar
zotin Valbon Limani në krye të kësaj udhëheqësie të re. Megjithatë, kur flasim për juve personalisht, zotit Aravari, a keni ambicje për të rikandiduar për qenë në krye të partisë sërish? Ende se kam vendosur se unë këtë tash e kry mandatin e parë si kryetar, edhe pse kishte shumë zhvillime, ku Aleanca për Shqiptarët ishte aktori kryesor i këtyre zhvillimeve. Ne mund të themi kështu apo ashtu, edhe 2024-ën Aleanca ishte vendimmarrëse që ndodh ndryshimi, dhe unë jam shumë krenar, se atëre kishim atë tem kaos kryesore. Ndryshimi ka nisë, dhe me atë filluam, dhe unë jam shumë krenar që arritëm të marrim 107.000 vota që BDI-a të shkon në opozit. Sepse i kam thënë atëherë, edhe e them tash përsëri, BDI-a për të shkuar në opozit është mirë për BDI-n, për shqiptarët dhe për shtetin përgjithësi. E sot po ndodhin reforma në BDI. Do me thënë, ne i kemi ndihmuar BDI-s që t'i sjellë këto reforma. 2025-ën, përsëri ne jemi aktorët kryesor për të krijuar Aleanca Kombëtare për Integrim. Po. Dhe për të bërë përsëri një rezultat që është për respekt. Sipas fetajit, zotit Aravari e kanë dëmtuar AKI-n, sepse nga 130.000 vota kanë rënë. A vedin, shumë e thjesht për shiqyusit. Fronti Evropian i ka pas edhe turqit, apo? Partin turke dhe partin rome dhe partin bosnjake. Partia turke tash në lista ka marrë dikundi 18.000 vota. Partia bosnjake dhe rome sigurisht kanë marrë së bashku, dhe them minimum 7-8.000 vota. Do me thënë, 27-8.000 vota, Fronti Evropian i ka pas prej etnive tjera. Se në listë për këshilltar, Partia Turke Demokratike ka marrë 18.000 vota. Kjo është fakti pamohshëm që mund të verifikohet. Do me thënë, mos ishte BDI-a me ato, në zgjedhje do kishte prej 137.000, do kishte 109.000 ose 110.000. Prandaj edhe për legitimitetin, unë shpesh e kam thënë, Vleni e ka pas legitimitetin, absolutisht. Ka qenë diferenca 2-3.000, 5.000 le tjetë maksimumi. Vleni ka pas 107.000. 132.000 Fronti Evropian. 137.000. Po hiq një partin turke, bosnjake dhe rome, vetëm shqiptar janë dikundi 109.000, 10.000, në bazë të listave që i kanë marrë. Tash i shohim listat. Po mirë, unë e parashtoj pyetjen, tash 107.000 vota i morëm në maj, 8 maj të vitit 2024, Vleni. Pa ministra, pa punësime, pa zavendës ministra, pa sekretar shtetëror, pa premtime, pa qeveri. 107.000 vota i mori Vleni. Jo, premtime ka pas me bollok, po. Po s'ke pas, ke mund premtesh... Dhe premtime kanë qenë megalomane edhe nga 10.000 euro për se cilin qytetar. Në qoftë se vim pushtet. Po, dakor. Jo se jemi në pushtet. Dakor, po, këtu është ndarja. Se besimi është shumë më i madh kur jenë institucione. Sigurisht. I kemi marrë 107.000 vota. Tash i kanë marrë 91.000 vota me 6 ministra, me 7 zavendës ministra, me 200 drejtori, dhe ato thonë disa mi punësime, që nuk janë asë 1.500, po ja, 2.000 punësime, mesatare të marim. Edhe i kanë marrë 91.000. Çdo parti, vitin e parë edhe vitin e dytë, kur vjen pushtet, pritet ketë një farë rritje. Këto kanë pasë rënje të vota. Ku shkon ato vota? Se Arbeni bja pas ka zvoglu Aravari, ose ASH-ja, Aleancës Kombëtare për Integrim. Për kundrazi, frontit, më falni. AKI-s, po. Frontit Evropian, se Fronti Evropian ka pas 137.000. Tash, hiq një etnit, përsëri Aleanca për Shqiptarët i ka ndihmuar AKI-s që tjetë përsëri fituese në këto zgjedhje dhe atë me diferencë prej afër 24.000 votave, që është për respekt. Ne kemi prit diferenca tjetë 50.000. Por angazhimi jashtëzakonshëm i kryeministrit, apo për mu kryetarit Vlenit, se për mu Mickovski është kryetari Vlenit, ato e kam bërë këtë rezultat për 91.000. Me i lëm vetë ato, ta bëjmë betejën politike, me gjithë këto pozicione që i kanë, me drejtorit, me ministrat, me zavendës ministrat, me sekretarët shtetëror, ju garantoj se si bëjnë as 60-70.000. Çdo anketë tregonte se këto nuk i kalojnë 60-70.000 vota. Por, pala angazhimit të jashtëzakonshëm të kryeministrit, i kanë fituar disa komuna edhe kanë marrë një sasi të konsiderueshme dhe për respekt të votave 91.000. Por 16.000 ma pak se sa
vitin e 2024. Para zgjedhjeve lokale të përsëritura pra 19 janarit në Gosivar dhe Vrapçisht, ju me sjerash në paraqitjet tuaja publike keni deklaruar që është një plan pak më i gjerë që do t'i shërbejë shqiptarëve për sa i përket vazhdimësisë së ASH-s dhe bashkëpunimit me Aleancën Kombëtare për Integrim. Ku jeni sot, zoti Taravari? Sot jemi... Sepse ju kemi parë akoma jeni bashkë me zotin Ahmetin edhe në pritjen e presidentit të Shqipërisë, ministra e punëve të jashtme, gjithashtu ishit së bashku me zotin Ahmeti. Abenin, situata e shqiptarëve në Maqedoni është shqetësuese. Realisht është shqetësuese. Në qoftë se i merrni 4 shtyllat e marrëveshjes së Ohrit, është balansuesi, nuk ekziston. Badinteri, tendenca për ta rënu. Decentralizimi fiskal, askundi hiç, ka mbet vetëm gjuha. Përdorimi i gjuhës, ju e shihni në institucione, nuk është se unë e them si opozit tash, po tendencat në gjitha institucionet që udhëtiqen prej Maqedonasve, edhe aty ku ka mbi 20% shqiptar, mendoj se është komplet e anashkalluar dhe e marginalizuar. Ka pas ndryshime edhe sa i përket inspektoratit për përdorimin e gjuhëve që tashmë është në kompetencat të Ministrisë së Drejtësisë dhe kjo që është parë si një goditje ndaj zbatimit të gjuhës shqipe. Dhe unë mendoj se ka absolutisht nevojë, jo Aleanca Kombëtare për Integrim të mbetet, po të gjithë shqiptarët, të gjithë partitë politike shqiptare të ulen dhe të koordinohen sikur para zgjedhjeve prezidenciale dhe parlamentare 2024. Atëherë zbashku... Po ishe koordinim, zoti Taravari, po që nuk prodhoi rezultat. Atëherë kishin nënshkruar edhe një marrëveshje. Po, këtu desha dalë, se marrëveshja ishte se të gjithë partitë politike do ta kemi kusht të domosdoshëm për hyrjen në qeveri që pa ndryshimet kushtetuese. Ti bën ndryshimet kushtetuese dhe ta vazhdon rrugën europiane. Fatkeqësisht ne pritëm 6 muaj, jo unë vetëm kur ishim pjesë e pushtetit. Po të gjithë eksponentët e Vlenit atëherë kemi dalë dhe kemi thënë para jush para gazetarëve për 6 muaj ne i bëjmë ndryshimet kushtetuese deri vitin e ri. Kaloi viti i ri, nuk kishte ashtu sinjal. I lam edhe disa muaj. Kaluan edhe 6 muaj, tashmë kanë kaluar gati se 2 vjet, edhe 3 muaj 2 vjet. Gjysma e një mandati po përfundon. Edhe askundi nuk bisedohet për ndryshime kushtetuese. Ju e shihni, a ka dikund që përfaqësuesit e Vlenit apo VMRO-DPMN të flet diçka serioze se mendojnë seriozisht që ta vazhdojnë rrugën europiane të Maqedonisë. Askundi, do më thënë, pika e pare marrëveshjes Vlen VMRO, tashmë është e haruar dhe asë që bisedohet për atë. Fatkeqësisht që është në disfavor të shtetit mbi të gjitha, po edhe të gjithë qytetarëve që jetojnë në këtë shtet, pavarësisht shqiptar apo Maqedonës. Dhe unë mendoj se bashkëpunimi... Po, konkretisht, zoti Taravari, çfarë hapa po ndërmerrni dhe çfarë po veproni në drejtim të funksionimit të AKI, sepse shohim që në kuvend nuk funksionon Fronti Evropian. Me daljen e zotit Sela nga Fronti Evropian, dalja e zotit Ilir Demiri si deputet i pavarur, pra Fronti Evropian kishte kur fitoi ato zgjedhje të vitit 2024 kishte 18 deputet, tani ka ngelur 11 deputet. Ju si deputet të ASH-s krahut tuaj, pra zoti Snopçe, zoti Shaqiri, zoti Sulejmani. Sadik Sulejmani, po, a planifikojnë të bashkangjitjen këtij grupit parlamentar apo si qëndrojnë punën? Bashkëpunimi mes 3 deputetëve tonë dhe grupit parlamentar të BDI-s është i mirë në parlament. Ne vazhdojmë kështu të bashkëpunojmë. Aleanca Kombëtare lindi si bashkëpunim mes Frontit Evropian dhe Aleancës për Shqiptarët, se disa deputet të Frontit Evropian, për shembull etnisë turke, zotri Selës, zotri Thaçi, zotri Thaçi, këto janë punë të atyre të brendshme, ne asnjëherë s'kemi qenë pjesë e Frontit Evropian, po si Aleancë Kombëtare ne planifikojmë ta vazhdojmë bashkëpunimin tonë. Normalisht kjo varet edhe prej BDI-s, nuk mund të imponohemi me zor. Ne tash jemi në kuadër të organizimit të kongresit, ristrukturimit dhe them kështu riorganizimit të degëve dhe nëndegëve dhe ky do jetë prioriteti jon deri në mbajtjen e kongresit. Në ndërkohë e kam përmend shpesh marrëveshjen e re
politike, të cilën besoj se mbas festave të Bajramit do ta prezantojmë edhe para opinionit, të cilin e propozojmë për një kohezion të brendshëm mes Maqedonas dhe shqiptarëve, që kjo marrëveshje të jetë e pranuar dhe e zbatuar në të ardhmen, kështu që Mes kujt dhe kujt nënshkruhet kjo marrëveshje? shihni, ky do të jetë propozim e Aleancës për shqiptarët për gjitha partitë politike, edhe maqedonase edhe shqiptare, një marrëveshje e re, kemi quajtur, marrëveshje mes dy etnive kryesore që jetojnë, mes Maqedonas dhe shqiptarëve, pasi që kumulativisht Maqedonët dhe shqiptarët janë 90% e qytetarëve apo popullatës të Popull shtet formuese. Po, shqiptarët fatkeqësisht ata nuk janë popull shtet formues, me propozimin ton, me marrëveshjen e re, është që shqiptarët të jenë shtet formues dhe thjesht ta sqaroj, ne duhet të kthehemi në Kushtetutën e 1974-s. Gjuha shqipe ka qenë gjuhë zyrtare, se disa e din qytetarët. Ne kemi shkuar mbas 91-shit me Kushtetutën mbas. Do të thënë gjuha maqedonase mbetet. A më para me Kushtetutën e 1974-s për decentralizimin fiskal. Kështu komunat janë ngulfat. Funksionimi i tyre është i pamundshëm. Kemi 10 komuna në Maqedoni që kanë më pak se 3.000 banor. Dhe kemi 10 komuna që kanë më pak se 10.000 banor. Thjesht është e pamundshme të funksionohet, prandaj do ta propozojmë edhe decentralizimin fiskal dhe decentralizimin real të komunave, sikur në 1974 që drejtorin e spitalit e ka zgjedhur kryetari i komunës, shefin e policisë, kryetarin e gjykatës. Komuna shumë më mirë i din hallet e qytetarëve dhe nevojat për investimet se sa pushteti qendror. Kur planifikoni ta mbani kongresin, zoti Taravani? Ideja jonë është java e fundit e majit ose java e parë e qershorit. Si po shkojmë përgatitjet në terren? Mirë, tash për tash muajin e Ramazanit e kemi shfrytzuar për antarësime dhe për biseda me qytetarët. Përditshmërisht lëvizim në deg të ndryshme, jemi duke biseduar dhe duke debatuar me antarësin dhe me njerëzit të cilët tregojnë interes. Realisht shumica e njerëzve e shef se ne kemi bërë hapin e dur, edhe pse në maj u prezentua si tradhtia më e madhe kombëtare në historinë e shqiptarëve, dalja jonë prej qeverie, por dal nga dal mendoj se shqiptarët janë duke kuptuar se ne kemi bërë një hap të dur, në kohë të dur, vetëm për të sinjalizuar dhe për të alarmuar se punët nuk shkojnë ashtu si duhet. E vërtet është se shqiptarët janë mësuar të dalin prej qeverie, janë mësuar të presin në radh para derës së qeverisë, dhe ky është, mendoj, rast unikal që një parti politike, duke qenë qeveri, duke i pas gjitha të mirat, sinjalizohet dhe të vendoset që të largohet prej qeverie. Po, Aleanca për shqiptarët e ka bërë këtë edhe më herët, edhe me zotin Sela. Edhe 2017 e kemi bërë, është e vërtet. Megjithatë, ju do thot nga kjo që paralajmërua që do të propozoni një marrëveshje të këtill, kuptohet që akoma planifikoni për çën në krye të partisë, zoti Taravari. Pavarësisht a jam, as jam, unë do vazhdoj të jem antar, nëse nuk vazhdoj të jem, nuk kandidoj për zdyti për kryetar partie. Këtë do ta vendosim, unë dua ta vendosim të kemi një bisedë në Komisionin për Organizim të Kongresit dhe të vendosim për hapat e më tutjeshme. Çdo herë kam qenë i ideja se rruga duhet të hapet kuadrove të ri, sepse më ndryshe mendojnë, janë më racional, kanë më shumë energji, se shpesh e kam përmend se një politikan 10 vite i kam mjaft në politikë. Po, keni thënë. Kur i shoh disa politikanë që i bën 20 e më shumë vite, vërtet është e lodhshme edhe për ato, edhe për familjet e tyre, po edhe për qytetarët të cilëve prej të cilëve kërkon besimin dhe përkrahje. Shembulli i tillë tipik është edhe zoti Ahmeti, me cilin bashkëpunoni ju. Edhe edhe Zjadin Sela edhe disa. Zoti Sela nuk ka pas gjatë kohë në udhëheqje të partisë, nuk ishte gjatë kohë. Po, unë mendoj se është dikundi prej 2009 nëse zgaboj. Në udhëheqjen e një partie, sepse aktiv në politikë, po, është çështje krejt tjetër. Megjithatë, si përgjigjeni thirrjeve që zoti Sela është i gatshëm të bashkëpunojë edhe të rikthej Aleancën për shqiptarët ashtu siç keni qenë, po pas zotit Taravari në krye? Në qoftë se pranon antarësia te ne, se shifni, në çdo anketë që e kemi bërë, diferenca mes pjesës tonë, dhe ky është fraksion. Zoti Sela është fraksion, këtë e pranoj se këto tjerit janë vlen.
është 2-1, 3-1, diferenca është shumë e madhe. Unë e kuptoj, zotri Cilën vetëm ai duhet ta kupton se partia nuk është pronë askujt, partia është pronë shoqërisë, pronë antarësisë, pronë njerëzve të cilët e përkrajnë një parti politike. Kështu që në fund të ditës duhet antarësia të vendosën se kush duhet të jetë kryetari i partisë. Pa mos pas ambicie patologjike apo me patjetër që unë të jem, nuk e kam as pak problem që edhe dikush tjetër të vazhdon. Pa asnjëfarë problemi hiç. Unë do të vazhdoj të jem as kryetar kuvendi, as kryetar nderi, po thjesht një antar i rëndom të Aleancës për Shqiptarët që do ta përkrajë kushdo qoftë që të jetë kryetar i Aleancës për Shqiptarët. Po. Regjia, nëse mundet, materiali numër 2. Pra kemi një temë këtë ditë të kanabisit dhe duhet ta di opinioni që ky sa ka qenë ministri i shëndetësisë 7 muaj, 4-5 muaj, 7 muaj, 7 licencat e kanabisit i ka nënshkru si ministri i shëndetësisë zoti Taravari. Pra ky nuk ka qenë ministri i shëndetësisë, ky është ministër kanabisi, ministër marijuana. Pra me atë veprim ky ka sjell nën tokën e regionit, në ka sjell në Maqedoni dhe i shohim pasojat edhe sot pra nga politikat që ka bo atëherë. Këtë deklarat me gjasë e keni dëgjuar edhe më herët zoti Taravari, ish bashkëpunëtori i dikushëm në kuadër të koalicionit Vlend, sot ju akuzon edhe me terma fyes të kësaj natyre. Dëgjoni, të më kishtë akuzuar një njeri që ka kredibilitet dhe që mund të them s'ka lidhje me narkotikët, unë e kuptoj. Por, kur erdhi kjo akuz prej zotri Megjitit, unë e ngrita me njerë Padin, po. Padi dhe padia është procesu. Sa për opinionin në mandatin tim 10 mujor si minister, kemi dërguar vetëm një informacion qeveri për ndonjë që ka konkuru për kanabis, dhe në ndërkohë kemi dërguar 4 informacione në qeveri për të anulu, për të amar licencën. Do me thënë, në periudhën time 10 mujore, si minister i shëndetësisë, janë marrë 4 licenca dhe është dëmë vetëm një licencë. Do me thënë, është zvogluar numri i atyre të cilët prodhojnë ose miren me licenca -3. Pra nuk është plus 7. Një është dënë edhe 4 janë marrë. Do me thënë -3, është zvogluar numri në 3 më pak. Por, një njeri pa pik kredibiliteti për të cilin ekzistojnë bisedat të lloj-llojshme në përshkup të cilët s'dua t'i përmendi, mendoj se s'ja vlen të komentoj më shumë. Po shpresoni që organet gjyqësore do ta bëjnë punën e tyre? Unë shpresoj se organet gjyqësore, se ai ka thënë se kanë dhënë 7. Unë them se është dhënë 1 dhe janë marrë 4, do me thënë në kohën time janë zvogluar për 3 kompani. 3 kompani më pak kanë prodhuar, kështu që besoj se organet gjyqësore do të sjellin vendim ashtu si duhet. Dhanat janë ministri dhe lejet për kanabis nuk i jep ministri i shëndetësisë i jep informacion qeverisë. Në fund të ditës qeveria i jep lejet për prodhimin e kanabisit. Për shëndetësi, normalisht. Zoti Taravari, se vlerësoni pushtetin aktual, sepse ju mes tjerash që nga fillimi shprehet një varg kritikash për rolin e shqiptarëve në qeverisje, por konkretisht për përplasjet e fundit me 2 ministrat e znamit në raport me koalicionin Vlend shqiptarët në këtë përbërje qeveritare. Fjala është për zotin Fillkov, ministrin e drejtësisë, dhe zotin do të thotë ministrin e administratës, i cili kohës së fundit ndaj të cilit kanë shprehur pakënaqësi edhe vetë 10 drejtorët e koalicionit Vlend. Për shqiptarët si ndjen apo ndaj këtyre 2 ministrave? Për shqiptarët në realitet për këto përplasje që ndodhin për brenda këtij koalicioni qeveritar. Te shqiptarët do them vetëm 2 fjalë: nënçmim, nënshtrim. Nënçmim dhe nënshtrim. Shikni, nuk mundet çdo njeri t'i durojë këto që mund t'i durojnë përfaqësuesit e Vlenit në qeveri. Thjesht unë e them se ka pas edhe debate të tilla, a duhet Aleanca për shqiptarët të mbetet në qeveri, edhe në kuadër të kryesisë. E kam thënë personalisht nuk mund ta duroj këtë nënçmim dhe këtë nënshtrim. Ço a bënte Mickovski gjatë zgjedhjeve, mbas zgjedhjeve, ose këto ministrat e znamit posaçërisht. Këtë ço a bëjnë i tregojnë se këto nuk kanë asnjë pikë kredibiliteti, nuk janë asnjë lloj faktori në qeveri. Thjesht kukulla
të cilët duhet të votojnë dhe për të thënë se në qeverinë e Mickovskit ekzistojnë 6 ministra shqiptarë. Unë me keqardhje them, dhe kam përsërit, pavarësisht raporteve, kur kemi qenë une edhe Izet Mexhiti kemi bë pak rezistencat në qeveri. Do gjëra jemi mundu që mos shkojë bashkë ashtu si as pak mos respektohen ose të marginalizohen. Por tash me këtë përbërje, me këtë përkraje që kanë ministrat për partive të tyre, që thjesht janë figurat të parëndësishme në partitë e tyre. Unë thjesht mendoj se përveç nënçmimit dhe nënshtrimit nuk kam fjalë tjetër për të thënë. Kurse për ministrat Maqedonas, aty eksponohen normalisht kryeministri është edhe 2-3 ministra tjerë nuk duken. As që me bë një anketë unë ju garantoj se plot ministra dhe njerëzit se dinë se kush i udhëheq institucionet, kurse znamit kanë tendencë. E shohin se formula e vetme për të rritë e Maqedonasit është bjeru shqiptarëve, sillu keq me shqiptarët, nënçmoi shqiptarët edhe fiton përkrajet e qytetarët, që mendoj se në afat të gjatë nuk është mirë edhe për partitë politike maqedonase, sepse mundet të përfitojnë me populizëm në këtë mënyrë duke i nënçmuar shqiptarët një periudhë të shkurt, por e prishin atë disharmoni brenda shtetit dhe mund të kthehet shumë më keq si pasojë mbas 2, 3, 4, 5 vite. Ju zotit Aravari i njihni se cilin prej tyre edhe veçma sepse keni bashkëpunuar, fjala është për lideret e koalicionit Vlen. Dhe tani kur tema aktuale është shkrirja e këtij koalicioni, në tavolinë kanë 2 modele, është çështja e brendshme tyre, mirëpo por nga perspektiva juaj dhe si ish bashkëpunëtor ish pjesëmarrës i këtij koalicioni dhe atë për cilën bëni thirrje të vazhdueshme që të bashkohen në interes të shqiptarëve. Sa i përket modelit me 2 bashkryetar, vlerësoni nga ajo që i njihni prej afër që zoti Kasami dhe zoti Mexhiti, nëse do të vendosen në krye të këtij koalicioni, do të ketë një funksionim të shëndetshëm ky subjekt politik? Realisht aty kryetar partia është kryeministri. Tash këto e zgjedhin modelin për ta treguar para qytetarëve, para popullatës. Se si do ta zgjedhin është as pak e rëndësishme. Unë e them është projekt, e kam thënë edhe paraprakisht, edhe në këtë emision më duket se para disa muajsh, është projekt i jo qëndrueshëm. Jo afatgjat vlerësoni. Po nuk qëndron atë që 10 ditë le të largohet kryeministri, le të thotë unë spërzijem çfarë ndodh më Vlen, edhe kryeministri i Kosovës pak të distancohet. Për 10 ditë këto prej 8 sa janë tash janë 8 grupacione. Për 10 ditë do bëhen 16 grupacione. Shumë fishohen. Ja, 4 ishim, tash janë 8. Unë se di pse nënçmojnë lëvizjen Arbëria. Ajo është grupacion serios. Pse as pak nuk i llogarisin. Se ato kanë dhënë kontribut të jashtëzakonshëm në zgjedhjet lokale. Në disa zona ku kanë pasur njerëz, dhe se di pse i nënçmojnë edhe i marginalizojnë aq shumë. Mendoj se duhet t'i japin shumë më shumë hapësirë. Tani për tani një drejtori e kanë, sepse kemi pasur Jo vetëm një drejtori, nuk shoh asgjë, po as që i përmendin në riorganizimin, rikonfigurimin, kështu që unë mendoj se duhet t'u japin pak më shumë hapësirë. Ju zotit Aravari në paraqitje tjera publike keni deklaruar që e keni përmendur edhe ajo që u bë pasaj e njohur, keni ura komunikimi dhe kanale komunikimi me BDI-n para se të shkëputeshit nga koalicioni Vlen. Përmes kujt dhe kush ka realizuar këtë komunikim me Bashkimin Demokratik për integrim para se ju të shkëputeni nga koalicioni Vlen? E kam thënë disa herë, kam treguar se komunikimet e para i ka bërë Azir Aliu, pas atij Bashkim Bakiu. Këto kanë qenë njerëzit që njerëz tjerë s'ka pas. Që kanë komunikuar me BDI. Po, unë deri në dikund, në qoftë se zgaboj në maj, nuk kam pas komunikim të drejt për drejt me zotëri Ahmetin. As pak hiç. Edhe pse të gjitha akuzat janë ngritur kundrejt jush për shkak se ka të bëjë diçka me çështje të përfitimeve tuaja personale. Aty kishte prapavi, realisht, shifni, ndodhi 16 marsi, tragjedia e Koçanit. U menaxhua në mënyrë jashtëzakonshme, fatmirësisht, nga Ministria e Shëndetësisë, dhe në anketa mbas kryeministrit, ministri më i besueshëm ishte Ministri i Shëndetësisë. Dhe kjo dikujt i pengonte. Pastaj organizimi i partisë në dhjetor të vitit 2024 ne organizuam kongresin e partisë. Kishte bashkangjitje dhe
besueshmëria në Aleancë për Shqiptarët ishte më shumë se sa 3 partit tjera në Vlenë zbashku. Këto janë anketa numra që mund t'i merrni t'i shikni. Por kishte tendenca, duheshte që bëhet diskreditimi total i Arben Taravarit dhe e kanë bërë këtë betejë, domethënë nëpërmjet me ndihmën e plot mediumeve dhe qendrave të saktuara, që të paraqitet Arben Taravari si hajdut, garazhat, si quheshte parqingjet, nuk e di çfarë, çdo mënyrë gjoka, çdo mënyrë vetëm të diskreditohet figura e Arben Taravarit që të bëhet coptimi edhe shkatrimi i partisë. Fatmirësisht rezultatet e zgjedhjeve lokale i la me gisht ngoj, se këto disa janë munduar që të bëjmë, imagjinoni, edhe koalicionim me BDI-n, vetëm Gostivarin dhe Vrapçishtin ta hupe Aleanca për Shqiptarët. Ju e dini, zoti Sela, rundin e parë ishte Aki, rundin e dytë ishte Vlen në zgjedhjet e përsëritura në 11 janar. Në Vrapçisht po, mirë po. Po edhe në Gostivar. Jo, në Gostivar nuk ka bërë mbështetje publike për zotin Veta. Publike jo. Sepse në komunën e Vrapçishtit zoti Sela ka thënë që ka qenë kandidat i tij. Ka pasur përfaqësues të Vlenit që kanë komunikuar me BDI-n që në Gostivar sabotohet kandidati jon dhe me çdo kusht hupe ashe e Taravarit në Gostivar dhe të shkatrohet. Vrapçishti e Gostivarin ta hupe. Dhe ka të them publikisht se janë munduar të komunikojnë direkt me BDI-n vetëm që Aleanca për Shqiptarët ta humbën komunën e Gostivarit. Vetëm për ta qartësuar, kanë tentuar të komunikojnë me BDI-n dhe kanë komunikuar me gjasme që ju po honi, koalicioni Vlen apo zoti Sela? Zoti Sela tjetër, ai ka punu edhe se kam shef, edhe në Vrapçisht edhe në Gostivar, se kam shef se antarët në kryetari ati njerëzit që i ka pas, pak kanë 100 votues, 200 votues, ato kanë votu për Nevzat Bejtën. Po përfaqësues të Vlenit, këto që janë në Vlen tash, kush ka tentuar, kush ka komunikuar me BDI-n? S'du të shkojmë më thellë se nuk është me rëndësi, po ju tregoj se për ato bashkëpunime me BDI-n nuk ka asnjëfar problemi. Pra nuk kanë vija të kuqe me BDI-n. Vetëm që Gostivarin dhe Vrapçishtin ta hup Aleanca për Shqiptarët. Po në fund nuk ja dole. E hupën edhe Vrapçishtin dhe Gostivarin me diferencë të dy komunat bashkë kumulativisht 10.000 vota diferencë. Dakor. Megjithatë zgjedhjet lokale tashmë kanë përfunduar dhe si vlerësoni tani ju natyrisht që është opozitë dhe jeni në opozitë dhe kërkoni edhe zgjedhje të parakoshme parlamentare. Mirë, po sa janë kushtet dhe sa është momentumi për të pasur zgjedhje të parakoshme parlamentare, zoti Taravari? Vedin, shpesh e kam thënë, ne si opozitë është normal që vazhdimisht kërkojmë zgjedhje të parakoshme dhe kjo është e natyrshme çdo kundi. Po a do të mbahen zgjedhjet parakoshme, kjo varet ekskluzivisht prej VMRO dhe PMN-s. Në momentin që ato vendosin se duhet të mbahen zgjedhjet parakoshme, edhe do të shpallen zgjedhjet e parakoshme, se duhet 61 vot në parlament, po unë e shoh se situatat si janë duke u zhvilluar, me pakënaqësi të lloj-llojshme, jo vetëm të shqiptarëve, po i shihni edhe të sindikatëve, edhe të studentëve, edhe të universiteteve. Unë mendoj se edhe rrethana tjera politike që ndodhin, jo vetëm në Ballkan, po në botë, janë turbulenca të jashtëzakonshme, si asnjëherë mund në këto 50 vitet e fundit. Unë mendoj se do të vijë situata që VMRO-ja dë kërkoj që të mbahen zgjedhjet parakoshme, sepse realisht ato përsëri qëndrojnë me përkrahjet mirë të Maqedonasit. Opozitën Maqedonase ende nuk e kanë të riorganizuar ashtu si duhet dhe neve si opozitë shqiptare normalisht çdo herë do ta përkrajmë që shkohet zgjedhjet parakoshme, e shohim koha do ta tregon, po unë mendoj se patjetër do të ketë zgjedhjet parakoshme. Intuita ime politike, jo që kam një informacion sigurt. Kur zgjedhjet të parakoshme? Dy janë opsionet, ose në pranverë të 2027-ën, ose në vjesht të këtij viti. Këto janë ashtu si mendoj. Po, jemi në fund, zotit Taravari, si e pat rikthimin e zotit Grubi? Realisht, ishte prej figurave më negative në BDI. Unë mendoj se s'duheshte as pak të ikën, po mbasi iki mirë që u kthy. E tash në qoftë se ka
gabime që i ka bë, duhet përgjigjet, çdo kush prej nesh që bëjmë gabime duhet përgjigjemi, kështu që nuk kam ndonjë qëndrim që është interesant. Thjesht çdo kush që ka gabu le të përgjigjet. Nëse s'ka gabu, atëherë sepse opozita maqedonase LSDM akuzoi VMRO-n që ka marrëveshje të drejtë për drejtë me BDI-n për rikthimin e zotit Grubi. Mendon që rikthimi i zotit Grubi nuk do ndikojë në ndryshimin aktual të skenës politike në Maqedoni? Nuk mendoj se do të ketë ndonjë ndryshim kthimi i zotit Grubit në Maqedoni. Thjesht ishte ekskluzive dita e parë, dita e dytë. Tashmë do të vazhdojë procesi, në qoftë se ka gabu do përgjigjet, në qoftë se s'ka gabu do të vazhdojë ta jetojë jetën e vetë, kjo është. Dakor. Por në fund, zotit Aravari, cila është strategjia juaj për rikthimin e besimit të elektoratit shqiptar? Sepse vërtet votuesi shqiptar ngjan që është shumë i fragmentuar dhe i hutuar, por a keni ju strategji konkrete si do të ndikoni në rikthimin e këtij besimi? Absolutisht po, jemi duke punuar në terren. Kauzat tona duhet të jetë 1 dhe 2 pikësynimi që në shumicën e degëve të fokusohemi më shumë duke punuar me trinjt. Do të thënë me kategoritë njerëzve që janë prej 25 deri 45 vjet, këtu do të jetë fokusi jon. Shpresoj se me një kongres të organizuar mirë dhe me ristrukturim të degëve ku do të uthiqen prej njerëzve të cilët kanë kredibilitet dhe janë në moshtre, mund të afrohen dhe normalisht si parti të kryejmë kauza, mbas të cilëve do të lidhen njerëzit dhe do të na përkrajnë në zgjedhjet e ardhshme kur do qoftë që të mbahen ato. Realisht zhgënjimi është i madh prej politikës të njerëzit. Është rënd njerëzit të nxjerrish në votime, tu thuash dilni votoni, dhe kjo na treguan edhe zgjedhjet e fundit lokale, treguan se njerëzit thjesht jo që kanë disponim për një parti politike, thjesht kur u thu parti politike janë të irrituar, po. Kjo që tash, jo rastisht tash Vleni është shndruar me një moçal politik, me një kënet politike që kur e shef thjesht s'do ta shohësh atë që ndodh përditshmërisht aty brenda. Thjesht thua se diçka duhet ndryshojë, diçka duhet ndodhë se kjo thjesht është e turpshme. Zoti Aravari, ne këtu e përmbyllim këtë intervistë. Faleminderit për kohën tuaj. Faleminderit për mundësi. Faleminderit shikues të nderuar për vëmendjen tuaj dhe deri në intervistat e radhës. Mirëmbëjtje.